apo thua komunën? Absolut. Okej, në Gjilan? Në Gjilan... Prit, nalo. Pse fiton? Po ky bon pyetje. Po shkojmë shpejt sa paguhet. Po ti 400 Ka dalë herë na dytë përgjigj na mas kush më emisioni. paguan Ti mua? më bune 400 Televisioni normalisht. Drejtoria që të vogël vetit, apo? Se thash kush po paguan? Jo. Do më thashë, okej, mirë. Që të vogël vetit. Në Gjilan? Në Gjilan fiton Albani Huseni vetë. Fush Kosovë? Fush Kosovë është gare ngushtë, është shumë interesante, po në Fush Kosovë mundet shumë lehtë me fitu vetë vendosje. Okej, në Pej? Në Pej fiton LDK-ja pa diskutim. Pse? Shiko, tash fillon ai, ç'është më thonë, ka shumë ai noti psikologjia e fitores. Megjithatë kur i pari edhe psikologjinë e fitores e ndërton gjithmonë i pari. Viti? Në? Në Viti? Në Viti LDK fiton Sokol Halili pa diskutim. Edhe Obiliq? Në Obiliq, me konë është në Obiliq. Fiton Gjofa pa diskutim. Pra, sipas ti parashikimit deri tash, ti ja dhe Prishtinën LDK-s, Po? ja dhe Obiliqin LDK-s, Po? Vitin ku t'ja dhe? LDK-s. Edhe PN ja dhe LDK-s. Çfarë i le Gjilanin? Gjilanin dhe Fush Kosovën. Dyja dhe vetëvendosjes. Po. Edhe që kjo qështu ka me përfundu gara, VVI fiton 5 komuna në Kosovë. Se që kam një dëshirë, se që kam një dëshirë morbide ta pyes Blerim Gashin, kush fiton në Prizren? LVV, PDK. Janë kokë me kokë në Prizren, Mitrovic, Vushtri, Kaçanik, Gashi, kush e fiton Prizrenin? Shtirë për thonë, sepse është loj për te i kështu emnit përveçëm, shkurt. Sepse edhe Prishtina edhe Prizreni më varën prej dore thonave tjera, edhe jo vish lutës e drejt për drejt. Prandaj mund me ndryshu situata rëndësisht në qoftë se kemi disa rrethonat e reja edhe për Ajrullohun edhe për Abrashin në Prizren Prishtinë. Që do thot 50, unë i la 50-50 edhe Prishtina edhe Prizrenin në këtë aspekt. Mitrovicën? Gash, kush fiton? Mitrovic, kush fiton? Mitrovic fiton LVV-ja. Peci. 50-50 s'mujnë me met Gash. Pse? Urna sepse PDK-ja me gjithë këto situacione e kam ri si pas me pikun edhe sentimenti i votuesve të LDK-s po aq pak sa e 1000 e favorizojnë Pecin në... Po thua që ata e duan Pecin në Guza, po? Po. Votuesi tradicional i LDK-s. Okej, interesant. Kjo, në Vushtrin, kush e fiton? LVV apo PDK? Mendoj që edhe këtër du ta moj PDK-ja. Dhe Kaçanikun? E fiton me shumë vështirësi PDK-ja. Pra nuk ka kryer punë këndimi në Kaçanik? I gjysmës së kabinetit qeveritar? Nuk ka prit performancë më të mirë Trakës, edhe po si çduket ai... Se kishin mbajtur një takim kur këndonin të gjithë, këndojnë edhe Arbrina Gopsi. Si rënimi senzacional të Darazë dhe Lodrovci atin mes dy krave taborëve të PDK-s. Atje apet pajtohen. Fidan, se ç'kam dëshirë të ma komentosh edhe ti këtë garën mes LVV-s e PDK-s? Ku? Kush e fiton Prizrenin? Qyra tash, që kjo spjegimin që e bën e Blerimi se atje është ky rotacioni për shkak të faktorit 3-2. Faktori 2 dhe 3 është LDK-ja dhe minoritetin, nuk ka diskutim. Kush arrin me bok televizin këtë drejtim, besoj që mundë me... Si dhe që tjetë. Ju e dini saktë. Shashir Tota me këtë rezultat është favorit, nuk ka, s'ka diskutim, po historia në Prizren e zgjedhje ka t'regu që është këthy. Unë do, po. Do më në ndryshimi ka ka pos shoqa, zoti Tota, me të vërtet është pak problem... Ma pak se i pari, qa që ka tash, ky i dyti, ma pak se i pari, pse ka fitu, sepse ka po koalicionet... A e sigurt? Pranëfërsisht të ngjashme, mos më kap me përqindje është qaty. 11%, 12% ka qenë diferenca e Shaqir Totës. Po në me Kjo është analizë shumë interesante. Po, është edhe reale. Nuk është interesante, kjo është e vërtet. Faktike. Edhe prandaj nuk... A mund ta verifikojmë drejt për drejt? Po më interesoj ka, pse nuk më ka shkuar mendja mua për këtë analizë? Halili sa po tha për që të punë paguash verifikojnë. Ma nxjerr
E bukur ishte kjo. Lirik, nxirre votën e Shaqir Totaj tash me numër dhe votën e Mytajra Artan Abrashit tash me numër. Po, me numër. Votën e Mytajra Skukës me numër. Po. Dhe votën e Shaqir Totaj në 2021 me numër. Vështë numri mund me në rajtë, sepse kemi të bëjmë me rritje Ose me përqindje. Ma bëjmë me përqindje. Nëse ose është me përqindje, se mund me në rajtë numri. Shumë se është rritë sasia votave. Po flasim për raundin e parë, jo për raundin e dytë, pra në raundin e parë.